Shpesh mendojmë se ndryshimet e mëdha kërkojnë gjëra të mëdha, apo jo? Po sikur t'ju them se nuk është gjithmonë kështu. Ndonjëherë, mjafton vetëm një moment i shkurtër, një fjalë e vetme, por e thënë me sinqeritet të plot. E po, sot do të flasim pikërisht për një lutje të tillë. Një lutje që ka fuqinë të transformojë jo thjesht një moment, por absolutisht gjithçka që vjen më pas. Kjo është e fuqishme, apo jo? Ky është premtimi dhe është një premtim vërtet i thellë që na bën të ndalemi pak dhe të reflektojmë. Imagjinojeni për një çast, një lutje e vetme me një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Nuk po flasim thjesht për ta bërë ditën pak më të mirë, jo, po flasim për të riformuar komplet drejtimin e jetës. Le të hyjmë më thellë dhe të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Tani, është e rëndësishme të kuptojmë diçka. Kjo nuk është thjesht një formulë fjalësh të marrakuturu. Absolutisht jo. Kjo lutje është një dhuratë e çmuar që na vjen direkt nga mësimet e pejgamberit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Ai na e ka lënë këtë si një thesar të vërtet, fjalë të zgjedhura me aq kujtesë që mbartin brenda tyre një urtësi të paimagjinueshme. Në rregull, le t'i dëgjojmë me vëmendje këtë fjalë. Lutja thotë kështu: Allahumme inni es'aluka hidayatan tuqa afafan wa ghina. Çfarë do të thotë kjo? Përkthimi është: O Allah, kërkoj prej teje udhëzim, devotshmëri, pastërti dhe mjaftueshmëri. Shikoni, në sipërfaqe duken si 4 kërkesa të thjeshta, por pesha që ato mbartin është vërtet e jashtëzakonshme. Atëherë, pyetja që lind natyrshëm është: çfarë fshihet pas këtyre 4 fjalëve? Cili është sekreti i tyre? Ato nuk janë thjesht koncepte abstrakte. Këto janë 4 thesare të vërteta, dhe kur këto thesare kërkohen me gjithë zemër, ato hapin dyer për një jetë të brendshme, plot paqe, plot kuptim. Le t'i shpaketojmë pak këto thesare, një e një, apo jo? Së pari kemi hidayeje, udhëzimi. Mendojeni si një dritë e fuqishme që ndriçon rrugën përpara, edhe në errësirën më të madhe. Më pas kemi takva, devotshmëria. Kjo është si një një mburojë e fortë që mbron zemrën nga plagët që mund t'i shkaktojnë mëkatet. Thesari i tretë është afaf, pastërtia. Kjo është ajo që e lan shpirtin, i pastron veprat, duke i bërë të shkëlqejnë. Dhe në fund vjen gjina mjaftueshmëria. Kjo është e mrekullueshme. Është ajo ndjenja e thellë e kënaqësisë që mbush zemrën dhe na çliron nga presioni për të kërkuar vazhdimisht diçka më shumë. Dhe pikërisht këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse kjo lutje është ndryshe. Është krejt ndryshe nga ato që jemi mësuar të kërkojmë zakonisht. Kjo lutje na tregon se ku fshihet pasuria e vërtet. Le ta shohim këtë krahasim. Në njërin anë të peshores, çfarë kemi zakonisht? Kërkesat tona të përditshme, pasuri, sukses, famë, gjërat jashtme apo jo? Tani, shikoni anën tjetër. Kjo lutje e veçantë fokusohet tërësisht 100% te bota jonë e brendshme. Ajo nuk kërkon ar apo argjend, ajo kërkon diçka shumë më të çmuar, një zemër të qetë dhe një shpirt të pastër. Kjo është një zhvendosje rrënjësore e prioriteteve. Okej, tani që e kemi kuptuar se sa e fuqishme është kjo lutje, pyetja logjike është: çfarë bëjmë tani? Si veprojmë? Përgjigja është sa e thjeshtë, aq edhe fuqishme. Ndryshimi mund të fillojë pikërisht sot. Sigurisht duhet të jemi realist. Ky transformim nuk është si të shtypësh një buton dhe gjithçka ndryshon brenda natës. Jo, është një proces, kërkon besim dhe kërkon durim. Por kur kjo lutje bëhet pjesë e rutinës, pjesë e zemrës, atëherë, me kalimin e kohës, jeta fillon të ndryshojë. Ndryshon butësisht, por shumë thellë, nga brenda jashtë. Është si një rritje e qetë, por absolutisht e pandalshme. Dhe e dini cila është garancia më e madhe në gjithë këtë? Nuk ka rëndësi sa herë thua apo sa në mënyrë perfekte i artikulon fjalët. Ajo që vërtet ka peshë është sinqeriteti i zemrës, një lutje që buron nga një zemër e sinqert, ajo gjithmonë e gjen rrugën e saj. Pra, ja ku jemi. Ftesa është aty, e hapur për të gjithë. Nuk ka asgjë të komplikuar, nuk ka kushte të vështira. Është thjesht një hap i vogël. Pse të mos e provoni? Provojeni sot. Dhe me këtë po e mbyllim, duke lënë një pyetje në ajër për të reflektuar. Çfarë ndryshimi real mund të sjellë një lutje e vetme, por e thënë me gjithë shpirt?
Përgjigjen për këtë ndoshta e gjen secili prej nesh në udhtimin e tij personal.